është me rëndësi me përmend, sot varfëria është një prej kërcënimeve kryesore në botë. Rreth 1 miliard njerëz në botë vuajnë nga uria dhe varfëria. Ky është një kërcënim serioz për sigurinë. 1 miliard njerëz në botë nuk vuajnë. Prurëse se çdo armë. Nuk vuajnë nga kërcënime tradicionale, po themi kështu figurativisht nga tankset që do të hyjnë në një vend. Kërcënime tjera, për shembull, që vinë prej sfidave ambientale, prej pasigurisë shëndetësore, prej pasigurisë ambientale, etj. E gjitha këto e bëjnë sigurinë një vlerë për cilën e cila nuk është e garantuar. Pra as liria dhe as siguria nuk është e garantuar. Ne duhet bëjmë përpjekje të vazhdueshme. Për më tepër nuk varet vetëm nga ne dhe nga shteti në të cilin jetojmë, sepse mund të cenohen edhe nga jashtë. Ne po shohim tash në periudhën e fundit se në çfarë epoke po jetojmë, të agresionit të një shteti, pra të një sulmi klasik, edhe në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara ndaj një vendi sovran dhe i cili ka shkaktuar një prej kërcënimeve më serioze për arkitekturën e sigurisë evropiane. Pra në përgjithësi ajo që po dua të them është që kërcënimet duhet t'i shohim të dy natyrave, pra një ato konvencionale, të cilat nuk janë sot të shpeshta, por megjithatë ekzistojnë. Dhe lufta në Ukrainë po e dëshmon që ende mund të ndodhin, dhe kërcënimet të natyrave tjera, të cilat sapo i përmendëm, me cilat një pjesë e madhe e botës përballet e përpasoj janë shumë të rrezikshme, sepse kërcënojnë nga brenda, që kanë të bëjnë edhe me demokracinë, sepse shumë varet se sa ne i realizojmë edhe lirinë dhe sigurinë, varet prej kornizave edhe në nivel nacional se në çfarë vendi jetojmë, a është demokratik apo jo, po edhe trendit global. Ne përmendëm pra edhe liria, edhe siguria, me gjitha dimensionet e saj, shumë ma shumë vinë shprehje tek demokracitë dhe tek vendet e zhvilluara se sa tek vendet tjera, sepse këtu është me rëndësi me përmend për shembull zakonisht ne kur i referohemi konflikteve ose luftës së armatosur, konfliktit armatosur, ky është një kërcënim serioz, sepse sa herë që ka konflikt armatosur, ne nuk mund të flasim për asnjë dimension të lirisë dhe të sigurisë. E cilat janë sot konfliktet e armatosura më të shpeshta? Nuk janë konfliktet ndërshtetërore, siç mund të mendoj shumë, janë konfliktet e brendshme,